Podcast me Gjemi Agaj. Sonde me ne janë dy të ftuar shumë special, shumë për zemre, janë dy vëllezër shqiptarë, të lindur në Itali dhe rishtasi kanë në Kanada. Këtu me ne sonde është Alessio, lloj i madh, dhe Denisi, lloj i vogël, mbi emrin Lazimi, apo? Po. Atëherë Alessio, Denis, mirë se erdhët në Albin Oda Podcast. Faleminderit për shoqëta. Duhet ta theksoj që Alessio e Denisi kanë nënën italiane, të rritur e të lindur në Itali, po kanë një shqipe perfekte, përveç italishtës, po edhe shqipen edhe anglishtën. Po Alessio, unë du me nis me babin tënd. Po. Një histori. Babin keni me prejardhe nga Peshkopia, apo Dibra, Po. edhe që kanë jetuar në Tiranë. Arturi, Turi. Po. E diti historin kur ka dalë babi në Itali? Babi erdhi në Itali 90s, kështu. Fillim viteve 90. Po, 92 kështu. Shkopi mbari përpara, pastaj u spustur në Rimini, ku kemi lind ne. Rimini, qyteti i bukur edhe i famshëm edhe i mirë edhe gjithë atë. Edhe aty babi ka jetu qysh nga dalja, si më thonë, nga Pula, në fillimi kur ka dalë në Bari, e mandej në Rimini. Po. Tash, ju kujtohet babi, është nga ata të ambasadave, apo si është babi? No, babi erdhi Ma pas. po, pak a shumë po. Po, tash, se më intereson se quni i tezës së babit, Astriti, Titi, Astrit Elezi, i cili e ka një pizzeri quhet Fornace, e ka në downtown Toronto, e njohim dhe e falenderojmë publikisht unë edhe Ervini se na ka ndihmuar këtu te Oda, na ka dhënë një dorë. Titi dinte gjithë përveç kuzhinjer, çdo aspekt në construction, jo thë ke bëja këto kështu, po anyway, e falenderojmë nga zemra. Po e di që Titi është ardhur në ambasadë, jenë fut ato në vitin 91, kur ka qenë baca ajo korrekt 90-s. Do mo babi ka ardhur më vonë, Babi erdhi më vonë, po. Po babi ka dhe dy vëllezër që të dytë kanë qenë në Itali në Rimini aty. Po. Si quhen xhaxhallaret? I vogli është Klidi edhe Melsi. Melsi. Tash Melsi ka restoranin e bukur e të mirë që quhet Rimini. Rimini, po. Rimini, aty në Eglinton. Në Eglinton. Domthon një familje di branësh janë kuzhinier fantastik, ha. Po tash ku marr vesh që Denisi është kuzhinier. Denis? Po. Shime Denisi dhe më karahise mu. Mirë, ma thuaj Denis, kur ke fillu si kuzhinier ti? E mban men si fëmijë kur të ka lind dëshiria? Me thënë drejtën, gjithmonë kam pas këtë fiksimit se me pa për shembull babet, xhaxhaja, ato dy shefa, a kupton, kuzhinierët, ai kam pas këtë fiksimi me provu, pak e me provu. Do mund ju ke ndenë kuzhinë babit edhe xhaxhallar, do thotë nga ata ke kape ke mësu. Po sërish në restorant. Babi ka pas restorant në Itali. Edhe smurrisha në shtëpi vetë edhe isha atë në restorant, isha në kuzhinë. Edhe ndihmoj nga fakt. Ndihmosha. Edhe kështu e mora. Po Alessia ti? Unë jam përpara. Ti je menaxheri. Menaxheri përpara. Menaxheri. Okej, unë du ta theksoj që ju e keni një restorant në Woodbridge, që është në veri të qytetit të Torontos, north of Toronto. Quhet La Villetta. Po, La Villetta. La Villetta që i bie vila vogël bac, ashtu disi në Shqipe, ha? Po. Edhe është një restoran shumë i mirë, shumë i suksesshëm, edhe Denisi më premtoi që kur vi do të ma bëj një pasta al dente. Patjetër. Se u i kom fiksim këto pastat, po kam qef edhe me bread, I like to dip the bread, Patjetër. Crazy, për atë arsye dukem kështu. Bac nuk vret shumë ajo, se Ervini e shtyr kamerën më poshtë, se po duket tash si shumë. Unë shpresoj do dalin një ditë, po unë ju uroj se keni një punë të mirë. Tash, sa vite keni hapur atë restoran? Kemi bë këtë vit, kemi bë 5 vite. 5 vite se kemi hapur. Kur keni në Toronto? Unë para 9 vite, këtë vit bëra 9. Deni vllai është 6, 8 vite. 2018. Ke ardhur veti këtu? Unë kisha xhaxhaj këtu, Klidi, përpara, se Klidi erdhi në nëntor, tetor, unë erdha në janar, 2017, edhe nga atëherë
Këtu jam. E babi kur u bashkuave? Babi erdhi 6 muaj, unë erdha në janar, ai erdhi paka shumë në Korik, erdhi ai. Ka shku në Boston, ka jetu në Boston për 1 vit, edhe pastaj erdhi prap këtu në Kanada. Se atëherë kanë ardhur vllai me mamin këtu, edhe u bashkuam gjitha këtu. Po mami është italiane, po. Mami është një italiane nga Lecce. Nga Lecce. Po. Dina i fjalë shqip mami? E kupton shumë mirë, e kupton. E kupton. Po e kupton ku vërtet turi apo veç kështu kur fol normal? Kur e vërtet. A? Kur e vërtet. Se ne shqiptarët dhe ne me duar flasin si puna italiane. Si puna italiane, po. Vetëm se mami e kupton, a? E kupton, por nuk flet. Nuk flet, a? Ju me zvete, kjo mu më intereson, përveç italisht që keni folur, ju keni folur edhe shqip me zvete. Sa e një rritur atje? Unë fillim nuk flisja dot, se nuk më interesonte kaq shumë. Fillimi? Në fillimi. Kur ke qenë si fëmi? Po. Po? Pastaj kam fillu pak me gjyshi kështu, nga dalë dhe nga atëherë e mësova. Me shumë shok se kisha në Itali, gjithë shqiptar, edhe nga dalë. Ka pas shumë plot fëmijë që... Po, aty në Itali ka shumë. Rimini ku jemi ne ka shumë shqiptar. Janë shumë shqiptar janë si businessman. Gjitha kam biznese, kush ka construction, kush ka pizzeri, kush ka ristorante, kush ka... Edhe ju, fëmijët me zvete, si më thonë gjenerata e dytë, kur filluat, si më thonë me ndi vetën që është mirësh në edhe me folë shqip me zvete. Po. Ose për mësë me marrë vesh italiane që po thoni. Të dy, Unë kam një vlla në Zvicër, ka dalë vitin kështu si babi vitit 90-91 dikun, i ka linë quni aty, djali, Dinore ka emrin. Edhe Dinori flet shqipën shumë mirë, perfekt. Përveç frangjishtët, gjermanishtë dhe anglishtë, është i papa me gju, tha, gjaqë ta kur ndedhim në atrit, për mësë më nga marrë veç Zvisanë, ja fusim shqipë. Kjo e ndroshi, tha ndrojnë, tha shumë shpejt. Tha e folin gjithë mirë, po në përgjithësi, tha kur të rrim, vetëm shqiptar mundohemi me folë shqip. Po. Kjo është kjo gjë e bukur. Denis, ti je pak më, sa vjetë keni dallim ju me moshë? 4. Ka qenë edhe për ty njëjtë me ata shokët e tu, gjeratës tënde? Me thanë drejtën, unë mësova shqipën nga filimit, të më thënë, e ka mësu ma vonë, ku ishte 8-9 vjeç, unë nga filimi se unë jam rritë me gjyshit, nga anë e babit. Nga ata i edhe në Itali me ju? Në Itali, rrinë të me ne. Edhe a i s'flinte italisht edhe kështu e mësova shqipën. Me gjyshin, ma shumë. Me gjyshin. Pastaj kur arrita një 10-11-12 vjeç, edhe unë kisha shok shqiptare. Do më thënë, të dy vetëm kemi pas shok shqiptare në Itali. S'kishim, edhe me pas me qenë në Rimini, për shembull në Itali, vetëm me shqiptar ishim. Edhe ka shumë, ha? Ja, ka shumë vërtet. Edhe janë ndryshme nga italiane, gjitha kështu. Është pak me ti e vren tash dhe mentalitetin e shqiptarëve dhe të italianëve, nga që je gjysë e din. Mentaliteti është vërtet shumë ndryshme nga italian. Edhe ta them vërtet sa herë më pëlqen më shumë, se unë e shoh se shqiptar ka më shumë respekt për njerëzit. Italian jo shumë. Jo shumë. Jo më ndryshe pak. Në Itali po. Edhe pëlqen tradita shqiptare, mikpritje se këto. Ne na pëlqen shumë, po. Ne na pëlqen shumë. Mundohesh këtë lloj tradite ta fuç në restoran, kështu ta kisha ta mikpritjen shqiptare, se kjo është shumë e rëndësishme. Kemi mendu, kishim shumë qef. I vetë gjë është se nuk ja vlen, se shqiptar se janë tu, jo çdo shqiptar e mban traditën. Po, e vërtet. E vërtet, edhe nuk ca herë ja vlen, ca herë nuk ja vlen. Ne mbajmë traditën në shtëpi, me gjysha, përpara me gjyshi, me babi, me gjitha. Me xhaxhallarët. Patjetër. Po, tash, ideo këtu, du të kthehem te restorani. Restorani është ushqim italian. Është ushqim tradicional, apo çka servoni aty? Ne bëm peshk. Ne 80% për menuja se kemi është peshk. Ne marrim peshk nga Greqia, ca nga Italia, nga cila vend. Ca Florida. Edhe keni pasta, sigurisht. Patjetër.
E po pizza këto? Ne nuk e kemi pizza sepse ne kur kemi hap lokalin, kemi thënë herë parë ne do bëjmë një gjë se asnjëri nuk ka në Woodbridge. Asnjëri nuk e bën Woodbridge. Domethënë çdo lokal në Woodbridge bën pizza, bën një ta gjë. Pasta, po. Po ne jemi njohur për pasta. Për pasta, për levrekun se marrin nga Greqia, për gjitha gjëra. Ma mirë kemi thënë, okay, nuk bën pizza se çdo lokal bën pizza në Woodbridge. Ma mirë bëjmë një gjë se asnjëri e bën. E kemi bë peshk, se asnjëri e bën në Woodbridge. Kemi ca mish. Po gjithë mishi se kemi është gjithë drajeq. Kur thëmë drajeq është i tharë, si bota e batë si përkthehet me kodë, që i don thatë javash, atë stekun, i kurum, kjur, po. Drajeq, okej. Ma thuaj, çfarë peshku keni? Cilat lloje? Përveç levreku që ndëgjoha. Levreku, kemi salmon, kemi lobster, kemi gjitha gjëra, kemi sea bream, swordfish. Po koce ai famshëm. Patjetër. I keni të mëdha apo të vogël? Si janë? Nuk janë vogla. Ata vogla janë ti flesh për midhje. Jo, koci, se koci mund të muri. The sea bass. Apo sea bass bas? Jo, se koce është në gjëtë, jo. Unë të që koce ishte midhje, ata... Po, midhje, jo, mirë. Midhje janë koce. Sea bream është një lloj peshku që ka në Shqipëri. No, nuk e kemi. No, nuk e kemi. Po levreku sa është i madh? Levreku varet. 1 kil. 1 kil, a? Bas 1 kil e boll për ty për mua, apo ta marrim nga një? Si që e Shervini. Unë, për shembull, unë jam rritë Kosovë. Ne, kër ishim fëmijë, shkoheshim lume në zënë peshi. Nuk kem pas peshk, ka pas, po nuk është që u përdorë shumë peshku i detit. Peshku i liçenit, i ujrave tëmbla, që është, po, për shembull, ka troftë. Si i thojnë troftës anglisht? Trota. Është... Trout. Se më ka pështjel tash, po më nëmë dhe italisht. Kem hangë, por nuk o që unë, për shembull, i kam qenë shumë në mbas peshkut. Më shumë i du këto shrimps e këto midhjet e këto gjërat të tjera, oktapodje, këto. I bëni ju këto në zgarë? Trout nuk e bëjmë. Kemi mundësi, po këtu nuk e njofin shumë. Si peshk? Si peshk nuk e njofin shumë, no. Këto sea fruits, që i thojnë fruta di mari? Fruta deti, po. Fruta deti, po. Po shumë oktopota, shrimps. Po, i boni edhe në barbecue? Po, patjetër. Edhe në linguini kështu me pas. Po. Si m'ka kapuria. Unbelievable, ba. Unë do dalë, sigurisht, do vi edhe besoj që Denisi do tjeta, im ka premtu para se më fut në intervista, s'ka për të regulloj unë. Për peshk nuk jam shumë, më të drejtën. Nuk është që se shioj, po nuk është diçka që e du, po pastën e duhet. Tash, Denis, i bën ti gjitha punët e kuzhinës, apo i bën disa? Ku je me kuzhinë? Tash jemi 4 vetë në kuzhinë. Unë jam, nuk është se, e bëjmë çdo gjë, bëjmë restoran, nga zero. Po. Edhe, po, deri pasta dhe pasta bëjmë, do më tha homemade, e bëjmë të restorantit. Dhe pastat homemade? Edhe pasta bëjmë homemade. Mami e bën pasta. Mami e bën pasta, kështu nga fillimi. Wow. E cilat llojet pasta i bëni? Bëjmë shumë orekete janë nga bari, për shumë e mirë është ajo, ose bëjmë strocapreti, se vjen nga Rimini, është një lloj pasta se bëjmë në Rimini. Si quhet ajo? Strocapreti. 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 Ashtu po. Është pastë nga Rimini, ja? Po. Ose bëjmë tagliatelle, spaghetti, varet. Edhe spagetin e bën, ja? Spaghetti jo. Spaghetti e marrim nga Italia. Se babi ka një biznes tjetër se bën importi nga Italia. Ja, produkte ushqimore. Po. E cila produkte sjell? Babi sjell vaj ulliri, sjell pasta, sjell peppers, gjitha gjëra me vaj, me gjitha gjëra ka babi. Juices,
uji, gjitha gjëra. E këto janë produkte gjitha italiane. Gjitha italiane, po. Se dhe Astriti aty kur ishim me Ervinin, të kushiriri babit, në pizza fornace, ato i kishte ca produkte ta... Ata janë produkte e babit. Ato janë produkte e babit, po. Po, na ka dhënë një pas, bac me limon, që ishte e Ato është produkte e babit, po. Po. E ka me limon edhe ka me chili pepper. Me chili pepper. Unë edhe dej diku mi pregadit, jo si Denisi. Po, unë besoj që një ditë ardhmen, do ke mundësi që t'jem aty me Klajtin, shokun ton, që kem të në kamera, Klajta Hiraj, që t'vim, të shojmë se si gatun Denisi, t'a gjirojmë, po në fund do t'a hata me qef. Patjetër. Se ushimin e kam kështu pik do, sidomos ushimin italian, se unë tash edhe me herët, kur erdha në vitin 99 këtu, rastisa gjeta një dhomë me qirati një plak italiane, Mama Rosa. Edhe u bëra si quni saj, si djali saj për 10 vjet kam jetu aty, edhe një mentalitetin italian, po edhe një gatimin homemade, gatimin e shtëpis, që ajo gatunte, pasta saj ka qenë, e papa. Se tomato sosin e bonte vetë. Po. Tash ma thuni për tomato sos, bac janë futë shtu në kuzhinë, tash e harrum shqipnin e italina. So this is my topic, bac. Tomato sosin, e sillin nga Italia, apo e bën këtu babi vetë me... Do me thënë, e marrin nga Italia, kështu paste, jo paste, më falë që thuhet, E marrin nga Italia, po e marrim këtu. Po, me kështu Nuk nga është gati në 100%. Si can. Ato që big cans që janë, po, kanacet që janë, edhe janë kështu hol, dinë si komplet. Po? Ne atë e marrim bëjnë nga këtu salsë Napoli. tomate. E përpunoni domthon, me shijen e juj, me sistemin se si babi domthon e bën. Po tash ti e ke recetën e babit? Ta ka tregu babi recetën? Tash nga receta ime, babi ka receta ime. Sa e fortë, Denisi is branching out, man. Upgrade, ha? Domthon e ke kriju recetën tënde. E pëlqen babi? Tash çdo ditë han kët spaghetti me salsë tomate, domethënë. Në Nuk e ka qef, nuk e ka qef, ha? Nuk e ka qef. Po, domon, ato pastat, veshta dio njerë, si quaj ajo pasta nga Rimini? Stroca preti. Si duket ajo, se unë nuk e për herë parë për ndëgjoj, me thonë drejtën. Është një pasta kështu e shkurtë. Është pak a shumë si fuzili, e ke prasë fazuli, pak a shumë si fuzili. Po. Pak a shumë. Se fuzili është pak më vogël se pene. Se janë pak më vogël, po. Po, më madhe se pene është rigatoni. I di unë disa, i di, jo të gjitha, po, i di tash se ka dallim spaghetti nga linguini. Po. Edhe nga spagettini. Ato spagettini janë si flokë, nësë pëlqenë, si duhe, shumë të holla. Po, linguini përgjithësi shkon me seafood. Linguini e spaghetti shkon me seafood, po. Po, edhe spagetti po më tepër linguini. E më të mëdha janë fettuccini. Po. Ashtu, bravo. Më mëdha janë tagliatelle. Tagliatelle, pa, çfarë e va. Bac me rëndësi këto një dita. E harrova intervistën në bac men të kuzhina e kam, po duket tash po shkojmë këtë bashkë kështu kur përfundon kjo intervistë dhe ikim drejt haute. Ato fettuccini Alfredo na shpëtov zoti, ja. Thash, te Mama Rose, kur kam jetu aty, Mama Rose e bënte tomato paste e bëne, do më tomato sosin e bëshin vetë, mbledhshin plot shoqet saj në garazh, në kohë të muajit shtator, minin ato Romano tomato, që janë ato më të gjatat, që bëhë tomato sos, edhe unë ndihmoj aty. Kjo ma bet para 20 sa vjeç, po bënte shumë tekle, i bënte 3 lloje. E bënte whole tomato, komplet domaten, si ato që i meni ju i përpunoni, e bënte diced, do mund copat vrera, edhe bënte si lëng, kështu këtë tretën. Tash, këtë që ke formuti, këtë recetën tënde, Denis, si e ke ba? S'ke nevoj me na i tregu, po si, si e bëre? Si e bonën, e provova 100 herë, edhe ma shumë, deri kur e provova, e bona, do me thënë, e provova me pasta, e thëshëm, kështu ta bëjmë salsë tomate ke Ajo është vetëm për pasta, po? Ajo është vetëm për pasta, jo, varet. Mund ta bëjmë edhe me midhe, për shembull, si ato kocet, ato mussels. Po. Se e bëjmë me, domethënë me lang tomatet, e bëjmë me këtë salsë, bëjmë me këtë salsë tomate. Aha. Kështu se tash 95% e përdorim për pastat.
Po edhe për shembull për sa appetizers. Për brusketa për shembull. Jo, brusketa jo, se brusketa përdorim, domethënë domate freska. Të freskët e bënin. Edhe këto të morin për 100 herë, edhe bëri, dole në fund. Po tash babi ta ka pranuar që e ketë mirë apo si o babi? Du ta pyesim Tash tonë. ajo është proud, ai nuk është shumë e vështirë se më thot ai mirë e bën ta. Shumë proud o babi. E fort. Po du të flas për një temë tjetër. Përveç restoranit. Garant do kthehem te ajo tema restoranit, se s'mund t'i ik. Po du të flas për dashnin që keni për Shqipnin. Është pak ta them vërtet, ta them drejtën. Unë për shembull si jam unë nuk shkoj shumë merë. Unë këtë vit do shkoj sepse kam një dasmon aty. Më pëlqen sepse tani Shqipëria ka qenë, domethënë është vërtet shumë bukur. Se unë shikoj edhe për shembull në Instagram, TikTok, në Facebook, ka bërë një, si kemi thënë përpara, një upgrade. Ka ndryshim. Ka ndryshim shumë ndryshim. Unë kam, domethënë, si them, në Itali e kam si në shpirt, në zemër. Se je rrit aty, po. Jam jam rrit aty. Po të sajë kur shkoj në Shqipëri, domethënë bëjmë si relax. Mirë se kur shkoj në Shqipëri nuk është gjithmonë relax, se gjithë familja se ka aty, një ditë më merr telefon këtu, do vish këtu. Një ditë kur shkoj aty do shkojmë, hajde të çoj këtu. Dhe shumë dashni ka. Ka dashni pafund, a? Aty Overdose, kur shkosh aty ka dashni sa dush. Sa dush, a? Këto e bën e dallon Shqipnin. Domon edhe kur shkon, je gjithmonë në për kushërin, show, gjithmonë me familjar. Do e shoh gjithë nga ana tjetër se domethënë ti je në punë 24 orë, ditë për ditë, kur shkosh në vacation holiday, unë du me relax, du me bë relax. Po kur shkoj në Shqipëri, pastaj një ditë kushim më merr telefon atë që shkoj me ty. Ditë tjetër, vije kushim tjetër atë që shkoj me ty. Ska relax Shqipëri. Ska relax Shqipëri. Jo, në atë kuptim të ka vesh dashni overdose. Asjo. Pandali. Po ty të jep një ndjesi krenarie që nga babi që ke. Do mund ti gjithmonë ju tregon gjithë tjerëve që je shqiptar me preardhje kështu, nuk që e mshe, s'keni nevojë ta msheni në Itali, si ka ndodhur vitet 90 ka qenë shumë shtypër kanë qenë si në Zvicër, si në Gjermani, si në Itali shqiptar. Nuk është ai rast më. No, unë çdo herë se një më pyetën mua nga je, unë them gjithmonë jam 50% italian, 50% shqiptar. Gjithmonë. Nuk them asnjëherë jam 100% shqiptar, 100% italian. Do më i tregon dyat, kështu me shumë burrje. Të dy, sepse kam mamë italiane, jam në Itali. Kam babi shqiptar, patjetër. Unë gjithmonë them kam mamë shqiptar, mamë italiane edhe babi shqiptar. Unë kam 50-50. Tash e kom një pyetje do ta nxe Ales, me luç Shqipëria me Itali në futboll. Ma thuj tash, hajde. Qa do ndodh me dy flamura? Unë jam jep gol ky gëzosh, jep gol ai. Se është vështirë. Unë e di që shumë shqiptar e duan ekipin italian. Shumë. Edhe unë jam nga ata që unë e du ekipin italian. Edhe brazilian, po si mund në bas të në dy, i du mënyra se Italia lu ndryshe, Brazili ndryshe. Po me apuna të Shqipnia, normal, unë do t'jem për Shqipnin. Po tash me anë pyetja Shqipnia, Kosova, unë do mi presh kratë, se njëjtë si ty tash. E shekto këtu? Pa. S'mundet me thonë jo me ato, vështon ma mirë 0-0. Se ma mirë, po. Edhe ti e ke shtira. Unë kujtohet kur Itali me Shqipëri ka luajtur një nga herën e parë para 12 vite, 10 vite, unë isha në Itali akoma, edhe ishin po lushin Genova. Në Genova po lushin. Edhe isha me din, isha me vllajin, ishin të parë në televizor, edhe ishin gjithë nuk di sa shqiptar ishin aty me në ke stadiumin. Gjysma. Kishin bluzët gjysmë. Edhe kishin shkruaj shumë gjëra me na ata si quhen ata, se shkruaj të si. Si lloj pankarta. Po. Ata si jam krenar si janë shqiptar, po ju faleminderoj Italia se domethënë ma mori si mamarin. Ja. Edhe për mua domethënë 0-0 jam happy. Jam happy 0-0. Do me dy flamura. Po. Denis? Denis është pak ma domethënë për Shqipëri.
Denisi është pak më shumë për Shqipëri. Hajde ma thuj Denis, ma thuj. Tash është kur të pyesin ato më shumë mami o më shumë babi. Është pak e vështirë. Sa e fort, ha? Është e E vështirë. vështirë. Unë me thanë drejtën, e ndje pak më shumë shqiptarë se italianët. Se si thash përpara janë rritë me gjysh, unë shkosha shumë me gjyshit. Ke qenë i lidhur me gjyshit. Shumë. A ka qenë kështu old school, ha? Old fashion, ha? Edhe shumë ndje me thanë drejtë 60% shqiptar, e 40% italianë. Ta mundi, Ales, 10% që po, ta mundi Denisi, ha? Me arë puna kjo flamuni shqiptar, ha? Unë e boj edhe pak si shaka, si humor, po e kuptoj këtë ndjesi. Është si për mua thash Kosova, Shqipëria, nuk muj me thonë të humbi njëra të fitojnë tjetër. Se jap kur Kosovën për Shqipërinë, pa Shqipërinë për Kosovën. Për mua janë një. Si tha vlajnë, Pa. si mami me babin. Si janë, aty është, aty po për atë thash t'ju pyse, tash ajo rritja ju në Itali, domon, ju keni mentalitetin italian, domon, e keni jetën njërën e sistemit italian, po të njëjtën kohë kur jeni kthym shtëpi, babi Arturi është shqiptar. Po, Gjyshja, domon, është edhe kjo bota tjetër. Po, një pyetje kam, interesant. Si e kam prit dajet? Domon nga mami, familja mamit. Si ka qenë fillimi? Ishte pak vështirë, si na tregonte mamin përpara. Ishte pak vështirë sepse në fillim, si the përpara, shqiptar nuk ishin, domethënë gjithë italianë shtypin shqiptar poshtë. E ke parasysh se shqiptar nuk ishte një njerëzit mirë. Si thosh. S'na kam pashtu. Kam pas njerëz mirë, po fillimi ka qenë. Po italian gjithmonë shqiptar nuk janë njerëz të mirë, Po ka ndru tash, nuk është. Po, tani po. Nuk ishte pak e vështirë, se babi ishte shqiptar, tani se atëherë se kishte ardhur në Itali. Gjyshi ishte pak ishte me mentalitet italiane. Nga mami. Nga mami, po, nga mami. Ti do të gjesh një italian, pastaj kur e pan që turi burri mirë, familje mirë. Pastaj uap. Kështu tash është në rregull. Po si folte gjyshi nga babi me gjyshin nga mami? Do ishte shpytje. Është një zëbi ba. Nga familje babit s'kam pas probleme me thënë drejtën kur. Ka qenë më shumë e vështirë nga ana e mamit. Se imagjinoj ti atëre vishin nuk se di sa shqiptar nga Shqipëria, edhe imagjinoj ti, për shembull mami është nga Lecce, nga poshtë, po shkonte në Rimini me punu. Edhe imagjinoj ti tash babin e vet me kuptu se është në Rimini, domethënë 700-800 kilometra larg, e rinte me një shqiptar. A kupton? Jo se është gjë keq, po atëre ishte diçka. Ishte pak e rëndë, po. Ishte weird. Ishte pak ka qenë pak e çuditshme. Po jeni vetëm ju dy fëmijë, s'keni mota vllai. Se di un po. A me sa e din, si dihet, ha? Nuk dihet asnjëherë, po se di un po. Kjo ishte e fortë, ha? Pa sa di unë, si dihet Turi çka ka vonë Shqipëri. Nuk dihet. Kur ti den ai vlla. Turi thot mos ma përmendën ti mua, djalo. Po ardhja në Kanada, pse në Kanada? Sepse kur erdha unë në Kanada, atëherë Kanada i kishte më shumë posibilitet. Kishte më shumë mundësi, kishte më shumë punë. Aty në Itali s'kishte asgjë. Nuk kishte punë, nuk kishte një arsye për mua se do rrisha në Itali. Nuk kisha arsye. Unë përpara kur erdha këtu, mama e babi më tha, shko, rri një vit edhe pastaj erdhe, hajde prap. Po pastaj erdha këtu. Tani ti e dish më mirë se unë, kur vish tu pastaj e shofi se jem punë, jem punë 10 orë, 12 orë në ditë, po pastaj lek në xhep e ke gjithmonë. Ta është më ndryshe. Mund të bësh çfarë dush ti. Po ti erdhe te Xhaxhi këtu. Unë erdha te Xhaxhi, po. Xhaxhi kishte arma herë, Klidi. Po. Po, dhe ai kuzhinier punon diku me restorant tan. Okej, po. Ai punon tek në një lokal që quhet Il Ponte. Është italian restorant. Është italian.
Është edhe ai restoran peshku apo? Jo. Ishte mish e peshku, ishte Mish e pak peshku. shumë. Okej, po, vazhdo. Edhe tani unë e pash vetën time se kam gjithmonë mund bësha qa dua unë. Shkosha mrena një mall e mund blesha qa dua unë. E më mendova pse do shkoj në Itali. Pse do shkoj në Ishte Itali? liria financiare, si më Po. thënë. Mundësia me bo të ardhuna me të mira. Po. Pastaj unë shkova në Itali, u ktheva në Itali, përpara se vinte vllai me mamin. Shkova për 6 muaj në Itali. Kam punu mrena një bar pak a shumë, një kështu se bëshim briosha, bëshim gjëra kështu, për 3 muaj. Ai kishte ca problem, nuk ma pagojti, domethënë ata 3 muajsh. Ika nga aty edhe thash okay, di çfarë. Ai ishte e fundit. Ai ishte e fundit. That's it. Ika. Ma mirë t'i në Kanada. Okej, nuk kam shok, nuk kam asnjëri, kam xhaxhaj, po kam babin. Atëherë kishte ardhur me mua edhe vllajën me mamin. Kam ata, po më mirë punoj, kam ca lek në xhep, mund të bëj çfarë dua unë. O Denis, pastaj si eri puna ju bashkove vllaut? Ti ke ardhur pak më vonë. Po, unë era mas një viten, unë isha 16 vjeç. Me thënë drejtë ka qenë shumë e vështirë. Të mungon të Italia. Shumë, me thënë drejtën shumë. Shokët e. Bravo. Jo Italia më mungon të më shumë. Shoqëri. Po, shoqëri, nana, gjyshe kishin në Itali, imagjino ti për mua ka qenë super vështirë. Shumë i ri super ti vështirë. si 16 vjeçar. Po. Shumë i ri. Po. Po prap. Po ti kur erdhe këtu ishte edhe babi mami apo Ales, vla ishte këtu, edhe babi ishte këtu më duket, pas unë erdhe me mamët. aty erdhe me mamën? Unë erdhe me mamët. Domthon ty të ka mungu Italia fillim, a? Shumë, po. Derisa u adaptove. Po kjo gjithmonë këto ndryshimet janë të mërshme, të lodhshme. Edhe pse Italia vjen i bukur, ka lifestyle, si thojmë, sidomos arkitektura, ushqimi, veshballtja, fashion. Po tash ku e sheti dallimin me Kanadan, Alesja, si e shet? S'di si ta përgjigj ata. Domon, je rahatuar këtu në Kanada, për ty është okej? Apo të mungojnë disa gjërat Italis? Ma mungon shumë gjëra. Ma mungon vërtet shumë gjëra. Jam e kënaqur këtu? Jo. Ta them vërtet. Më pëlqen Kanadaja? Po, më pëlqen shumë. Kanadaja për mua është vend i bukur. Kanada është vendin e shumë i bukur. Ke punë sa dush, mund të bësh qa dush ti. Je i lirë, freedom. Po, Edhe ajo. një se freedom e ke edhe, po kisha edhe në Itali. Edhe për shembull, shkoj nesër në Itali kem edhe aty. Po, Kanada i mungon një gjë se Italia ka. Ka për shembull, bëj një shembull, për shembull, ne shkoshim lym calcetto, ne lym calcetto, okay? Futboll. Mbas futbolli, ne për shembull me shok shkoshim për një birë, shkoshim për një pizza, shkoshim për një kështu. O për një kafe. Këtu nuk s'mund bësh asnjë gjë. Këtu unë bëj punë shtëpi. Ata është vetëm gjë që më mungon nga Italia. Më mungon Italia. Ato është vetëm gjë që më mungon. Gervini më thot gjinse e pijama. Po, unë jam me gjithë me pijama, po. Shiftash, çdo vend e ka të mirën e keq, të mirën e vet, edhe si më thënë ato jo të mirën e vet. Për shembull mungon shumë Shqipëria, Kosova, shumë. I ka të mirat e vet, apo Kanada e ka disa të mira dhe keqja që kur mbet, ne i thojmë as me Shkup, as me Shkodër, as atje as këtu. Po. Si janë disa gjana që të pungojnë atje që i donë, po janë disa gjana që këtu janë ma mirë. Edhe unë e di që kush ka këtu shumë vështirë ka pas me lëshu, se Kanadaja ka një mundësi të mirë, mu shprej, me dash me punu, me bo gjëra, edhe pse dimi është shumë i ftoftë.
ajo mundësia për punë edhe mundësia qytetës para, ajo i ndalon shumë e njështu. Unë e mendoj që edhe sky's the limit, si thojnë. Që ka mundësi me bo, ndoshta në Itali gjërat janë më të kopcitme, me ndalë. Do më kjo këtu edhe nuk u ke ku shkon ma shumë, du të pajtosh. S'mund bësh ma shumë se ata. S'pon ma shumë se ata. Po nështë edhe asë është keq. Do një njëri du të më pajtu me jetë, kjo është jetë edhe ta jetoj ma thjesht. Po të kuptoj Alessia, e di që ka gjërat bukra këtu, po ka dhe gjërat bukra atje. Po tjetër. Po kjo në mes, si mja bo, kjo nuk është e letë. Deni, si është për ty, ma thuaj, të mungon ende Italia? Me thënë drejtën, të shia, unë jam mirë me thënë drejtën këtu. Jam mirë këtu. Ta shje regull. Problemi këtu, si tha Vlaj, nuk është vetëm dimrish është ftoftu, edhe njerëzit janë ftoftë. Ne ishim mësu atje në Itali, e kupton me shumë shokët, me hajt dalim, pim, ikim, mas futbolet. Janë më open-minded. Open-minded, po, këtu çdo njeri shikon problemet e janë më të ngurësuar, ma si për vete, nuk janë shumë të hapën, ha? Po. Kjo është që se problem. mungon më shumë, më thënë drejtën. Po, si është puna aty, ka italian shumë në Woodbridge? Plot. Italian në Woodbridge janë Ja, italian. si thonë, Woodbridge. 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 Po, e kanë pëlqy ushimin e juja aty në restoran? Është pranuar mirë nga... Po. Kemi shumë, si thotë, good feedback. Shumë. Sepse edhe nga që jeni vetë në restoran, si me honi, Pa jo i tjetër, vetëmi, po i peshku, që jeni më shumë po, specializuar për peshk. Po. Ne për shembull kemi thënë nga fillimi nuk bëjmë mix me culture. Do më thënë, për shembull, ne pas Alfredo nuk e bëjmë. Ne bëjmë vetëm gjëra se ti mund të gjesh në Itali. Për shembull, në Vil Scalopini, ata Vil Parmigiano, s'mund të gjesh këna. Do më thënë, Italian 100%. Nuk bëjmë gjëra se nuk e bëjmë për quantity, e bëjmë për quality. Ne jemi për quality. Do më, këto janë disa specialitete ushqime që janë për Amerikën Veriore, për Kanada në Amerikë. Për shembull, fettuccine Alfredo. Nuk bëhet, ju nuk e keni. Jo. Ose Vil Scalopini që janë ato copsat e filetet e mishit. Ato janë për sandwich që janë stil këtu, nuk është që bëhet në Itali. Jo, nuk bëhet. Domon, ju afroni specialitetet që janë tipike që bëhen italiane. Po. Edhe nuk i bëni këto që i dini njojnë këta tjerë. Po, nuk e bëjmë ata. Ata nuk e bëjmë. Po mirë, qa thojnë, kur a kërkon dikush nga ato, thot pse s'keni këto në menu, ka ndodh? Po, shumë herë. Shumë. I shpjegoni ju që qëllimi është me qenë tipik? I them njëta gjë se ta thash unë tani. Ne nuk bëjmë mix. Ne jemi 100% bëjmë 100% kuzhinë italiane. That's all. Tani, ka ca njerëz se e marrin pak keq si përgjigje, po. Ata është realiteti. Jam mësu me nga ato pizzat e trasha. Gjitha ato sandwichat. Po. Ndryshë kurani sandwich italian. Jemi krenar se bëjmë gjërat mira, edhe jemi krenar se ne bëjmë quality, not quantity. Po, puna jote, si menager, si organizator, si fytyra e restoranit, si e shet punë? është diçka e letë për ty, të vjen në mënyrë natyrshme, apo je ballavaçuar edhe ti me këto probleme? No, më pëlqen, unë kam fillu te lokali e babit, ku isha 12 vjeç. Edhe më pëlqen shumë. Për mua është fantastik. Unë bëj punën se më pëlqen më shumë. Më bëj punën time. Më pëlqen shumë. Më pëlqen flas me njerëzit. Më pëlqen shumë. Më pëlqen vërtet shumë. I do njerëzit domosdoshmë. Unë e dua shumë. Po mi tash, a je ti ma menager a Denisi? Cili është ma menager këtu? Kush ka duhet me ndëgju? Unë jam maj madhi, do më thënë. Denisi është. Denis? Jo, rego pra. Unë jam maj madhi edhe, do më thënë, e marë pak ma shumë unë responsabilitetin. Përgjësi. Se ajo është pak ma i vogël. Po, është pak ma i vogël.
Do më thënë nga dalë është ai, do futëm mërën edhe ai, po e marrë unë paka shumë gjitha. Po veç, ky ka të bëj me kuzhinë, Po. Për restorante e ndajmë dy, për Dhe jashtë ndame. Ai merr vetë gjithë me kuzhina, Po. Unë merr ai merr përpara. Po. Po ti mirësh edhe me furnizimin e produkteve. Për kuzhinën Jo, deli. e bëjën. E bën ti, e? Po, nuk bëj. Unë bëj përpara, ai edhe për furnizime gjitha gjëra e merr ai. Edhe për njerëzit në punë, gjitha. Dhe restorante tamam në dy. Unë që probleme mrapa, i fshu probleme përpara. Do më furnizimit ky në veta që ka nevojë. Po. Po. Tash, ky peshku, a ka pas mundësi me marrë e peshka Shqipëria? Jo. Ha, si bot, pse mundem me marrë peshk nga Greqia edhe nga Italia, jo nga Shqipëria? Sepse për shembull, kur vin peshku këtu, në Kanada për shembull, përpara kur marrim peshkun në Greqi për shembull, peshku i parë shkon në Greqi, po se kanë ca leftover e që në Kanada. Në Italia, edhe Shqipëri nuk e ka kaq shumë. Do më nuk ka... Nuk ka kaq shumë peshk në det ata. Në Shqipëri. Ose nuk e nxënë, ma mirë me thamë. Po, okay. Po. Si e pa të batë semrin a i Lusa, Gjerzit me thonë o Gjerz, hajde ti tash sa një i ka i Gjerzit. E di që peshku në Shqipëri, kur shkon me marë në restoran ndryshme, edhe këto midhet këto, janë tepër të shishme, po tash fatkeqësia është industria nuk është shumë e zhvillume. Ju keni hongër si peshk koce, ato për shembull, ato e du shumë. Për gjithë peshk, ato ai pëlqen më shumë ti. Është gjënav që zjen në gjë nga Shqipëria, po unë po shpresoj që po punohet që edhe vaj ullirit, që është një vaj ulliri shumë special, një ullir që është vetëm Shqipëri, nuk di si quhet, ndoshta bac ti e din se Babi e merte nga Shqipëria ullir. Ai ullir, besoj që edhe industri gradualisht të konsolidohet se ka gjëra të bukura Shqipëria për me afru. Edhe tash me imigracionin që ka shqiptar gjitha nëjna për botë, mirë do ishte që të fillohet, edhe pse ka njerëz që sjellin produkte nga Shqipëria, po duhet unë mendoj më shumë. Se ai peshku koce, është dashur me botë Denisin me fjalë. Denis do të ham kur shkon në Shqipëri, ha? Po. Ha? 100%. Do ikim. Si quhet bac? Orata? Orata Sibrin. Sibrim është. Sibrim. Sibrim. Orata, po. Sibrim, okay, si unë tash nuk i një gjithë. Mirë, tjetra, unë do kthehem të Xhaxhi, po kam qef me të pyet pak për Xhaxhin, për restoranin që ka Melsi, Rimini. Çfarë menye ka Xhaxhi aty? Ai bën 99% e menues se ka ai është peshk. Ai është numër 100%. Paka shumë 100%. Nuk e se s'ka mishe, ajo është vetëm peshk. Ai është numër 1 për peshk. Seafood restaurant, domon. Ai është downtown. Tamam 100% peshk. Për downtown ai është numër 1 për peshk. Numër 1 downtown. Nuk ka është numër 1. Ma kanë lavdru shumë. Ai është vërtet edhe si person është shumë e mirë. Është tipi qetë, ka thënë që. Tjep zemrë. Ai tjep zemrë. Shumë i dashur si mirë. Shumë i dashur. Si kuzhinier është fantastik. Si person është fantastik. Ai është vërtet numër 1. Do mo që tre vllazën, babi yt, Xhaxhi Melsi, edhe Xhaxhi gjithë janë kuzhinier, ha? Gjitha. Edhe ky Astriti çuni tezës, do mo Titi kur babi erdhi në Itali ka punuar bashkë me babin. Me në hotel. Me në një hotel aty në Rimini. Besoj se hoteli kishte hotel ambashatori. Si ka punu mame të mena, Titi, babi, çdo një ka punu të mena. Edhe besoj se Titi ishte në kuzhinë me babin. Do më thënë, e dije paka shumë si është kuzhina, e dije si punon në kuzhina. Interesant. Po. Unë po shpresoj që do ta vizitojmë edhe Melsin nga restorani i Rimini, e përshëndesim përsërisht. Kem dëgjuar shumë fjalë të mira për te.
Po, edhe i urojmë edhe Astritit sukses, Titit, Patjetër. pizzeria Fornace. 100%. Që i bjen Fornace, baci bje furra, po? Fornace pa. Paka shumë. Paka shumë. Paka shumë. Po. Edhe juve restorani Davideta. Tash, bëni ndonjë organizim, për shembull, vjen një shqiptar, ka një fejes ose ka një parti familjare. Boni kështu grup, grup njerëzve që vinë, mundet me thirr dikush me pronotu. Patjetër. Sa ulse janë në restoran? Kemi 80. 70. Po, 80. E boni private ndonjë, po nuk. Po. Kemi po shumë festa shqiptare. Shumë fest shqiptar. Po, a? Shumë. Christmas party gjithë plot me shqiptar. Këtu në Kanada ka shumë shqiptar se janë businessmen. Po, e vërtet. Edhe çdo dhjetor ne kemi shumë shqiptar si businessmen se bëjnë Christmas party aty ke lokal. Për kompanitë e veta, ose për rrethin e për vetë, apo për familje, apo me shok, me gjitha. Christmas party kështu. Po, mund edhe jashtë Christmas, nëse është dikush e ka ditë linjën, do me thirë 40 vetë. Patjetër. Ja unë Ervinit, për shembull, doj me festu për Odën. Sa 3 vjetorin baza. Që 3 vjetë kem nisë në këto, kem punu shumë të sa kem marrë këto. Edhe muj me thirë, për shembull, njerëz tanë me ardha ty. Po, e bëjmë. A na gatun Denis apo dikush tjetër? Jo, gato. Ah, Denis. Patjetër. Me zi s'po pres me shku me Klajnë me pa. Do ta bojmë atë video. Po. Se djali vllau tem, e ka emrin Donat, studion për doktoratur në Norveçi. Donati më thot, edhe dhëndri i Donatit, thot burri i motrës ti, i tropikës mbesa ime, e ka emrin Granit. Thot, Graniti e Donati thon, nuk më nxis presin të shoj një ditë një video se si hanë ushqime, se i foli unë ushqimin qëtu, se kam picked up ushqimin, po do ta bojmë atë video. Po tjetër. Do ta regjistrojmë një ditë. Edhe pse jo, si thu Klajt, me dal për punën për media sociale edhe me pa tjerë që është një restoran shqiptar në Woodbridge i afron këto servise. Pse jo ta din, për shembull se ka shumë shqiptar këtu që nuk e din. Ka shumë. Unë kam qef edhe tjerë të vinë. Normal që vinë edhe të italianët e këto, po ideja jam është, audiencia jemi është shqiptarët. Po. Unë sa ma shumë kam qef t'ju tregoj gjithë shqiptarëve për ndonjë biznes të ri, për një tregim të ri, ja si puna juve, se unë e di që i keni punë, puna vazhdon atje, po mirë është me ditë, pse jo? You know, se ka plot që kanë shqiptarët restorane, po ja që se dim gjithë, për shembull. Atëre, o bac, si mbet muhabeti ati peshkut? Oratat? Si qesha. Unë tash më ka ikë truni kështu, mend i kam të ushqimi. Po më duket për mbyllim, po shkojmë darga atje, sonte. Ani thot. Tash, keni ndërmend tik në Itali e Shqipëri? Po, unë po. Sa do rishti atje? A një muj minimum. Minimum, ja? Do ndalesh edhe në Itali dhe në Shqipëri, dy atë bashkë? Ja, një muj, me thanë drejtën, kam më shumë qef më shumë në Shqipëri këtë vitën, ta bëj një muj tamam, një muj në Shqipëri. Po, Alessio, si është muhabeti, ku më beti? Do më fut buzhindje? Unë bëj një muj, po në Itali dhe në Shqipëri. Bëj gjysmë me gjysmë. Gjysmë, ha? Gjatë verës, ha? Po. Gusht. Muajnë gusht. Mirë, atëre unë edhe i kam edhe një 2 pyetje tjera. Po më intereson për babin. Tash, gjyshi është gjallë? Jo. Jo, a? Po babi a ikën Shqipëri? Babi ikën ma shpesh, po. Ma shpesh, a? Babi ka shumë qef. Një herë, 2 herë në vit ikën e. Ikën, a? Po, e ka shumë shpesh. Se ka shumë kuqërinjë aty edhe i donë shumë. Çdo herë se ka posibilitet ai shkon. Edhe në Itali, në Shqipëri, e ka shumë qef edhe Itali. Edhe mami, për shumë. Më duke se i ke ma shumë mami se ne. Po. Se edhe mami e ka qef. Papa e ka shumë qef. E donë shumë mamin atim. E respekton shumë. Gjithë familje se kemi aty e donë vërtet shumë mamin. Kjo është një ndjesi e mirë për mamin, a? Po. I vot me shku atje ma shpesh, a?
Bukur shumë. Po, keni shqiptar tjerë që kanë nga martesat përzira, që kanë ose mamin italian ose babin. Tash, është një ndjesi e krenarizë për ju shumë bani shqiptar, me gjitha ta. Si janë ata fëmijë tjerë, si ndjen? Unë varet, për shembull ne kemi pas gjyshe se jemi rrit me gjyshe të dy. Vllai ma shumë. Po se gjithmonë me tradita shqiptare, me gjitha, me ushqimin, me gjitha. Unë besoj se varet edhe nga familje se kam rapa. Ka shumë familje për shembull në Itali se or të dy do të thënë or babai o mamai janë shqiptar, o njëri nga tjetri, o babi është shqiptar, mami është shqiptar, se nuk e mbajnë traditën. Ata shkojnë në Itali edhe janë italianë ata. Nuk e mbajnë traditën, nuk shkojnë në Shqipëri, nuk shkojnë kështu. Duke se nuk janë krenar. Edhe fëmijët nuk flasin shqip, nuk mbajnë tradita shqiptare, nuk kanë byrek për shembull. Kush ma thotë një shqiptar se nuk kanë byrek? Edhe në Itali ka shumë. Këtu ma pak. Çdo shqiptar se fola unë këtu në Kanada, janë gjithë krenar se janë shqiptar. Gjitha. Është më ndryshe këtu, ha? Këtu nuk e di pse, po është ma larg, është ma, domethënë, nuk e di pse. Po këtu janë ma shumë krenar. Janë shumë krenar se janë shqiptar. Shumë. Ju keni shoqe që janë lindur këtu shqiptar. Tash se e lindur këtu ose janë ardhur si fëmijë, po, fëmijë po. Po, që janë ardhur këtu. Ju e keni fjalën për atë gjenerat, që e kanë një ndjesi të krenarisë më shumë, ha? Po. Edhe folin shqipen, ha? Po. Këtu po. Në Itali, ja. Në Itali, Në Itali më Në ndryshe. edhe shqiptare, se do më thonë ikën në Itali, rinë 2 vite dhe haron fare se janë shqiptare, për ato janë italian, pyesësh ti nga je, sot ai italian 100%. Kështu janë. Apo në Kanada më ndryshe, po. Në Kanada në vërtet janë më krenar këtu, do më thonë shqiptare këtu, janë më krenar se shqiptare në Itali. Ka mundësi edhe largësia, bëndë Po, sistemi. besoj se po. Është ma Edhe sistemi kanadez është më lehtë. Po, keni bë organizimi ju për 3 shqiptarë? Keni bë ndeja, kështu party? Kemi bë shumë. Kemi bë. Përpara kemi bë më shumë. Tani jo kaq shumë, po kur kemi jap 2 vite, 2 vite parë kemi bë shumë. Po, Alesi, s'keftu asë njerë, mu, si është të madhe. Se nuk të një shumë. It's like... Nuk të një shumë. Ku po jesë në vëlla, ha? Tash, mos në arroni, ha? Ja, absolutisht. Se, shivu, ne di që i kom po disa vjetë, po, du të endë më majtë që, ha? Se kam dëshirë t'jem, sa ma shumë që të rime 3 rinohem. Po. Qashtu ndjehem më i ri, se... unë gjithmonë e përkraj gjenatat me 3, edhe më bojnë mundi mirë. Po kanë qef dhe t'ju jep, si mon, pozitivitet, kurajo, edhe kanë qef shpenzoj kome me gjenatën e re. Se na duhet. Tash ju keni arë me 2 shok. Kush janë këtu ma thuaj? Se... Një është kushëri, po? Edhe i tjetri është shoku im, se erdhi nga Italia për një javë. Po? Shqiptar. Si ka emrin ai? Ai Arnold. Arnold është shoku i Cikall. Po. E kushëriri si ka emrin? Marko, po. Ky i madhi, i gjati. I gjati, po. Marko nga Tropoja. Marko i madhe. E gacmova, Marko ishte shumë i gjati, i madhe, ishte si bokser. Po mirë, atëhere ndëgjom, unë du ta di edhe njerë, ku është restorani, që ta dim tjeret, në qëfar adrese është restorani? Është Woodbridge, Jane and Buttermill, 163 Buttermill Avenue, Unit 14. Është më poshtë e Van Mills, apo më lartë? Ma poshtë. Është më poshtë. Është Jane Street, between Langstaff and Awesome. Po është Van Metropolitan Center? Po. 1 minutë nga te. 1 minutë kapës. Po.
Mirë, edhe është e hapur çdo ditë? Ne jemi hapur të hanën, vetëm në drek, dhe të martën, të martën e të hanën verë në drek, mërkurën deri premte drekën në dark, edhe shtunën vetëm në dark, edhe dielën vetëm për party, se shqyqër çdo dielën kemi një party, kemi një... Që private event. Private event, ha? Mirë. O bac, sa vajti ora të intervista, a i kema burt është... Ha? Pa, hajde bac po shkojmë, se për zotin ne ndikam tash dhe ato pasat. Du me pa Denisin o burë, ha? Shumë ma kanë lartë dru. E ditë se familjarisht jeni të papam, po... Alessio Denis, ju falenderoj nga zemra, që ishit në odën tonë, falenderit për gjithçka që andat me ne, edhe ne gjithsesi do t'ju vizitojmë. Unë ju uroj juve shumë sukses në biznesin tuaj, dhe shpresoj që t'ju ecë sa më mbar puna. Faleminderit shumë, faleminderit për juve. Edhe respekt, ha? Bac. Falenderit shumë. Po mos të harrojmë t'i bojmë ato fotot e bukura. Respekt. Falenderit Klajdi, shumë falenderit, ha? Respekt, ha?